Aman se do vdes fare. Në momentin që më bëjnë video këto faqet që supozohet që janë handmade dhe që ofrojnë produkte natyrale, të prodhuara domethënë vetëm me gjona natyrale, por që siç e kam thënë, i fusin pak kështu acid hialuronik mrena, si me thënë produkt halal, po me i qik alkool mrena, dhe mi dalin kundër vazelinës, e cila është një lloj produkti që është përdorur në Amerikë që në 1870-ën, duke marrë për bazë spiçe të bome nga supozohet ekspert që domosdoshmërisht ashtu janë të trajnuar të thonë. Ndërkohë që ka që prej 1870-s që vazelina përdoret për çdo lloj gjendje të lëkurës dhe është lirisht e quajtur ndryshe si një vaj mineral. Dhe për më tepër është e aprovuar nga FDA-ja. Një sekond që t'i themi me fakte këto gjëra. Ma shikoni pak ju lutem, është e njohur, e aprovuar vazelina nga FDA-ja, e thotë që është e aprovuar nga FDA-ja amerikane si një mbrojtës i lëkurës. Dhe nga ana tjetër, FDA-ja në pjesën e dytë poshtë, që është e FDA-s me numër 2023 viz 2438, na thot që na paralajmëron që të mos përdorim vaselin e cila nuk ka etiketën, jo që vaselina na përmban ka petroleum, ashtu siç ata e quajnë dhe duan ta quajnë petroleum, si në produkte të benzinës apo të naftës, apo ku dëgjon se si i interpretojnë ata gjërat. Kështu që ja fusin komplet kot dhe shikoni pak, sepse është e 2023-shit, ky artikull është i 2023-shit i publikuar nga FDA-ja. Kështu që mos i hani gënjeshtrat e këtyre tipeve, të cilat supozohet se ju ofrojnë produkte natyrale me acidin hialuronik mrena, që është acidi më i ndyrë që mund të ekzistojë, që përveç se shkatërron lëkurën tuaj, dhe është acidi më i varfër në molekul dhe që deporton deri në derm, pra në shtresën më të thellë të lëkurës. Këta nuk dinë se çfarë bëjnë, nuk dinë se çfarë flasin, nuk dinë se si të shesin, nuk janë ekspert të fushës, nuk janë ekspert të dinë dhe të njohin ingredientët, dhe ja fusin vazelinës dhe nxjerrin atë non grata. Kemi informacion tjetër. Dhe nëse shikoni këtu, nuk është petroleum, po është petrolatum, që nuk ka të bëj fare me petrolin, pra me këto nën produktet e karburanteve, si mund ta them shqip. Dhe është e miksuar me hidrokarbone, që janë jashtëzakonshme për aftësi shëruese, siç mund ta shikoni, pra që ka filluar të përdoret që prej 1870-s. Dhe në fund fare, që unë do ta postoj prap pjesën e fundit, thotë që është e aprovuar nga FDA-ja, por që të jem sa më saktë do ta nxjerr këtë gjë. Ja ku jemi këtu poshtë, që thotë është e njohur, e aprovuar nga FDA-ja si mbrojtës i lëkurës dhe që dhe mund të përdoret në produktet skincare, kozmetike dhe gjithashtu mund t'i referohemi vaselinës lirshëm si një vaj mineral. Ky është informacioni i dur
nga faqja zyrtare e VDA-s dhe gjithashtu nga Wikipedia. Ju a kam thënë referojeni gjithmonë faqeve zyrtare, jo fjalëve të këtyre pseudove që vjedhin videot, që bëjnë produkte natyrale me acid hyaluronik. Allah na ruaj, siç e thash domethënë, tamam me thonë produkte natyrale me acid hyaluronik është e barabartë me produkte halal që kanë në përbërje alkool. Okej? Mos ju besoni për klikime apo për gjëra se çfarë bëjnë, se është e turpshme. Ju përshëndes të gjithëve, përdoreni vazelinën lirisht, është numri 1 për të gjitha gjendjet e lëkurës, sidomos pastaj edhe kur miksohet me ingredientë të tjerë, që këta nuk e kanë haberin fare, domethënë se si ti miksojnë, po thjesht kape fut aty dhe mbaroi historia. Normal, për sa kohë përdorin acidin hyaluronik. Gjithsesi, Zoti ju ruaj të gjithëve dhe keni kujdes nga mashtruesit dhe nga hajdutët e videove. Me qëra fjala, për gjithë ata që si din, është e njëjta faqe që për të cilën po flas, dhe ato jo video që më kanë mbledhur, duke qenë se unë kam mark dhe njihem për të drejtat e autorit, njihem për çdo lloj gjëje, ajo video është fshirë nga të gjitha platformat ku e kishte publikuar videon time. Ju përshëndes të gjithëve, natë të qetë, Zoti ju ruaj.